Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër, duke uruar që kjo ditë të jetë shumë e bukur për ju dhe me plot mbarësi në çdo hap që të hidhni. Është detyrim dhe shumë përgjegjësi të flasësh për personalitete që i kanë dhënë shumë çka me jetën e tyre, arsimit, shkollës, letërsisë, me krimtarinë e tyre, gazetarisë dhe publicistikës me gjithë veprimtarinë në vite që i kanë dhënë shumë Shkodrës, Shqipërisë. Skënder Temali ishte i tillë. Në kontributin e tij, me mbi 25 vite në arsim, në drejtimin e shkollës, ai ishte drejtori i parë i gjimnazit Oso Kuka, me krimtarinë e tij si poet dhe shkrimtar, ai ka mbi 20 libra të botuar, me kontributin në fushën e publicistikës si gazetar, ai ka qenë kolegu ynë në Radio Shkodra, mbetet i paharruar. Vetëm pak ditë më parë, gjimnazi Oso Kuka organizoi një veprimtari shumë të bukur në përkujtim të tij. Ndaj sot, unë i kam ftuar pikërisht pjesëmarrësit e këtij aktiviteti për të lançuar akoma më shumë çka që ky personalitet shumë dimensional ka lënë. Me mua sot në studio janë zonja Suela Duraj, mësuese dhe organizatore e kësaj veprimtarie. Mirëmëngjes profesoresh, mirë se keni ardhur. Ka ardhur një skuadër e marrë me këtë veprimtari me shumë dashuri. Unë po përmend vetëm Jursi Temali, i cili është një mik i mikrofonit, i radios, i veprimtarive, por të tjerët do prezantohen vetë me fjalën, me atë çfarë ndjejnë për të thënë rreth kësaj figure. Ju falenderoj që jeni sot në studio. Vërtet ishte një veprimtari e organizuar në bibliotekën Marin Barleti, e cila mblodhi shumë mësues, dashamirës të letërsisë, krijues, por që ngjalli mjaft interes. Profesoresh Suela, besoj se ju ka shoqëruar një ndjesi e veçantë në organizimin e kësaj veprimtarie, apo jo? Të them të drejtën, kam shumë vite që organizoj aktivitete, por si ky aktivitet nuk isha përfshirë asnjëherë emocionalisht. E fillova punën time, më saktë u inspirova nga Jursi në një aktivitet që ne bëm për 28-29 nëntorin, ku ai e përmendi profesor Skënderin dhe thash, ky 7 mars i takon dhe i duhet që shkolla Oso Kuka të lartësoj figurën e tij shumë dimensionale. Puna filloi diku nga janari, mbasi fola me Jursin edhe me familjarët e profesor Skënderit. Ikja e profesorit ishte e parakohshme, asnjëri prej nesh nuk e priste që mos të shifte në rrugët e qytetit siluetën e tij në biçikletë dhe me atë përshëndetjen karakteristike, i gatshëm për me të mbështetur në çdo aktivitet Oso Kukës, sepse ai ishte drejtori i parë i gjimnazit ton, ishte ai që filloi me shumë përkushtim. Unë mbaj mend në fillimet e mia në atë shkollë, ne kemi bërë shumë aktivitet të madh për 20 vjetorin, 25 vjetorin dhe 30 vjetorin. Kanë qenë aktivitetet për masave të mëdha, në teatr Migjeni me shfaqje të një niveli shumë të lartë, nuk du me kanë modeste, por fal talenteve që ne kemi ndër vite, arrinim që të festonim ditëlindjet e shkollës tonë. Dhe profesor Skënderi më surprizonte gjithmonë se sa i gatshëm ishte, sa me fisnikri priste kur unë e thrisja në sken, thrasim profesor Skënder Temalin. Bile takimi i parë me profesorin më dha një proces verbal të mbajtur në ditën e parë të Këshillit Pedagogjik, ku ai kishte dhënë detyrat se si do të organizohej puna. Dhe fatmirësisht në stafin ton pedagogjik është Ermira Gramshi, Oltion Luli, Valbona Bilali,
të cilët kanë qenë ish nxënës të Osokukës dhe kujtojnë, i kanë reale kujtimet e tyre për punën dhe për kushtimin e profesor Skënderit dhe gjithë ekipit të mësuesave të parë. Dhe unë gjithmonë me mburje thosha që kjo shkollë vazhdon të jetë mirë se ka pas rrajnë të mira. Natyrisht, ai që hedh themele ka shumë rëndësi. Njëra kujton profesoreshën e saj të kimis, Barie Bala, që thotë përtej mësimit që ishte jashtëzakonshme, e shikonim që pastroshin llaçin nëpër pllaka dhe bën gati gjithë laboratoret dhe shkolla ka pas një bazë materiale fantastike, edhe pse nuk kanë qenë ambient shkollet, kështu thuhet, që ajo si ndërtesë nuk është se ka filluar për shkollë, ka qenë destinacion tjetër, por nuk e di, politika është përshtatur për shkollë. Dhe fillimet kanë qenë laboratore shumë të mira të landëve shkencore, dhe këtu po ndërhyj pak. Mbas aktivitetin, unë ndajta pak me djalin e profesor Skënderit, që e kam pas ish nxans Ergysin, dhe kur Ergysi ka qenë nxans i gjimnazit Osokuka, ka qenë vitet e të tmerrshme të 97-s realisht, ku ne patëm një çakërdisje si popull, dhe thote që babi nuk vite asnjëherë në takimet me prind, sepse i dhimbte çdo gjë që shifte keq te gjimnazi, dhe thote nuk mundem, du me majt imazhin e asaj shkolle të bukur që e ndërtuam me aq pasion. Pastaj fal zhvillimeve të mira, shkolla ka marrë përsëri atë pamjen që i takon çdo shkolle. Ju përgatitët një montazh poetik. Besoj se një ide që është mbrojtur brenda jush si organizator, por edhe në bashkëpunim me të gjithë aktorët. Aktiviteti fal figurës shumë dimensionale të profesorit, kishte shumë element që e bën të veçantë. Unë di që fillova të marr krijimtarinë e tij për me përshtat me gjithë nxënësit që i kam të talentuar shumë në letërsi, dhe kuptova sa më shumë punoja dhe hyja brenda veprimtarisë, i kërkova Deas që të më sjell një pjesë të materialeve, pastaj fal rrjeteve sociale, librave që shfletova, arrita të kuptoj dhe të përfshihem shumë emocionalisht, më beso, sa që çdo darkë më vite nga një varg i profesorit në mendje, aq shumë u memorizova dhe kuptova që ai përtej një mësuesi, përtej një drejtuesi, përtej një gazetari, përtej një shkrimtari, ai ishte qytetari më i bukur dhe më model i Shkodrës. Sepse ai kishte pa çdo gjë që kishte ndodhur në Shkodër, me synin e bukurisë, me synin e dashurisë, me synin e mrekulluar pas natyrës, por dhe me syrin e revoltës për gjërat që shkonin keq në Shkodër, dhe çdo gjë i kishte vënë varg. Dhe pse u ndjeva unë keq pastaj, sepse aq sa më shumë futesha, aq më shumë kuptoja që po mirë, pse nuk e bëra këtë punë kur profesori ishte gjallë. Ne nuk i dim çdo gjë që ndodh. Mjafton të kemë vlera. Sa shumë do gëzohej ai nëse do të ndjete vargun e tij të interpretuar, të përcjellte brezat e ri, po gjithsesi gabimet. Unë dëshiroj t'ju drejtohem vetë pjesëmarrësve të këtij aktiviteti, si u përfshit Azra kur ju tha profesoresha, do keni këto poezi, do i merrni, do i interpretoni? Atje përshëndetje. Ne si fillim u njohëm me poezit, na tregoi Zysoela se cilat kishim me interpretu se cili për nesh, edhe sigurisht puna por ishte me u përfshi një vetë në poezi, me kuptu poezin. Unë pata poezin pse, që ishte edhe poezia hyrse, filluese dhe më thonë. Kjo poezi tregonte pjesën intelektuale të profesorit, ku ai bote pyetjen pse ose çka kam arritur me kuptu për poezisë në çdo gjë, në gjën më të thjeshtë, në gjën më të vështirë, edhe mund ka përfshi shumë kjo poezi. Atëherë le të nisim me këto vargje. Vajzat dhe djemt këtu janë gati, besoj. Azra. Pseja që për mua rën lisi, flooding growth e zemrës të hive. Ndajmë ko hyrë në gjdojnë të shpirtit. Pseja,
kjo mbretëreshë e mrekullive. Sigurisht që e kena prit me një dashuri të madhe, në radhë parë një majna bushate. Po, hajna. E kena prit me një dashuri shumë të madhe këtë projekt, edhe na ka shty ma tepër, me mësu ma tepër në lidhje me profesorin, edhe i na fut shumë shpirtërisht, edhe ka kënë një organizim shumë emocionus për ne. E kena prit me dëshirë, e kena marrë me dëshirë, edhe kena punu me dëshirë me te. Edhe unë kam pas poezin pa adres, një poezi ku mendoj se poeti e tregon më mirë lidhjen me poezin, sa që nuk e pranon adresën e tij të saktë, por pranon domethënë që poezia që ai ka në atë moment është adresa e tij. Sa bukur, mesazh i mrekullueshëm, i gjithë përfshirjes së këtyre ndjesive që jep vargu. Ta ndjekim. Adresën time Shkodrën e bukur, se si e shef Shiroken e bukur, edhe do kisha pas shef me interpretu disa vargje të kësaj poezie. Patjetër, me shumë kënaqësi. Shkodrën në shuplaken e dorës e kam. Shkodra më kanë shuplaken e dorës. Jam dem babadem i krishtin dhe musliman. Linën në ranjë petale të leborës. Linën në ranjë të lisit liris. Në degët e cilit, s'pushon korbi, por shqiponja. Aty kom sova me gjak dvadis tokat e ilnis. Rrethun nga malet, plot mite e gjoja. Një duar tropitje. Po, tash unë dëshiroj të bashkëbisedoj me Jursin. Jursi është një djalë i njohur, është një aktivist, por edhe një mik i mikrofonit, madje do të vazhdoni më shumë për veprimtarinë e tij, por në këtë aktivitet pati një rol të veçantë, ashtu si profesoresh Suela e tha pak më parë. Jursi mban mjemrin Temali. Nuk po prezantoj më shumë, por po ja lë mikrofonin. Para se me thonë këtë, nështë është faji jem, por nështë nuk përfshjem mjaftueshëm emocionalisht, por sa po kuptova, edhe sa po ma shrikthy në kry, momenti kur në shifsha për mu Agji Skenderin, te në afër shtëpisë tonë kena një rrugicë edhe një kthejs, edhe unë marrë në gjithmonë aty me biciklet. Ka pas një biciklet, nuk e di si quhet, po biciklet me kosh, edhe unë marrë gjithmonë me aty. Tu kalu me biciklet, edhe sa po ma kthy në kry zoni ti. Më thonë kena kalu tonë këtë aktivitet, edhe nuk e kam pas kur në zonin e ti. I tesh ma kthy Kjo është ajo magjia e një atmosfere që krijon pikrisht kjo ndjesi e bukur e të gjithë pjesëmarrësve, apo jo? Nuk e di pse, nuk e di si, fali është flenerës, por ma kthy në kry një zoj trash. Është merita juaj. Edhe një burrë që flet mirë edhe Unë pak. besoj që është magjia e vargjeve të profesor Skënderit. Absolutisht po. Sepse unë nuk kam dështu në asnjë aktivitet kur kam marrë moderimin e aktivitetit. Dhe them që në këtë aktivitet unë I dështu me sukses. kam dështu me sukses sepse fillimi aktivitetit ishte një montazh që kishte organizu mbi figurën e profesorit, ku ai fliste thuaj jeta dhe veprimtaria. Dhe unë shija familjarët e tij që qanin dhe kishin emocione të forta. Pastaj fillon fëmijët që interpretojnë shumë bukur. Tani nuk du me kanë modeste, po këta janë perfeksion në çdo, dhe këto ditët e provave që ne kemi bërë bashk. Unë i falenderoj shumë sepse në thonjza ndoshta kam qenë e keqe, ja jepja një poezi dikujt dhe thosha prit ta shofte Anuncia si duket, prit ta japte Azra, sa gjeja sepse këto secili janë shumë të talentuar, po dojnë në zërin e tyre dhe në karakterin e tyre dojnë poezinë që i përshtatet. Ashtu si është një këtu me profesor Skënderin Ramës, si kritik çramën. Dhe këto e din shumë mirë se sa shumë jemi munduar gjithë bashk, dhe brenda meja gjithmonë thosha bo mos bëra ke se këta janë të vegjël dhe mendo tani të mësojnë një poezi dhe pastaj t'ju heq un prit se ndoshta Esti e bën më mirë, ndoshta Nrida e ka më të fuqishëm. Ato kanë mësuar shumë. Dhe ata realisht ju keni qenë të aktiviteti dhe besoj që peshën emocionale që e kanë dhënë këta fëmijë
Koken i jashtëzakonshme. Fal tyne, mori shpërtimin më të madh, sepse çdo varg ishte në gojën e tyne ishte perfeksion. Jurs, ke pasur një raport më të veçantë, më të afërt, i thua Axhi Skënderi, nuk i thua profesor Skënderi, megjithëse edhe këtë mund t'ja thuash, por meqense nuk e ke pasur mësues, por e ke pasur diçka më shumë. Mësues, kushëri, gjysh, shumë të afërt, edukator, koshi, bashk qytetar, nuk e di që mund të quhet më shumë, por shumë e kam pas edhe du shumë fort edhe e kam hala. Edhe Nana Drita është gjaja më e mirë që ti mundesh me pa edhe reflektimi më i mirë i figurës. Unë du me thënë që në kanë në Suelën aty edhe emocioni edhe ankthi për mirë që edhe adrenalina që ti ndjen aty gjatë gjithë kohës për me përshu emocionin e duhur që Nana Drita me pa në sy edhe me pa atë emocionin që t'jepte ishte një në gjatë më të bukur që unë kam ndjen herë. Axhi Skënderi për mua ka kanë fillimisht kushëri, ne kena muret përballë. Shumë i parë, po thua. Kushëri shumë i parë. Edhe që e ka përballë Jursin me librin. Yes, po kanë përballë në përballjet e para me librin, në poezinë. Poezia e parë që unë kam interpretuar ka një prej poezive për librat për fëmijë që ai ka bë. Edhe kur thoshe, unë jam Jursi te Mali, poezia është Skënder te Mali, më dukte shefi mall. Edhe profesor Skënderi kur shkohej te shtëpia për të marrë libra, disa faqe për librit ishin të vulosura në libreria e Skënder të Malit, biblioteka e Skënder të Malit. Unë mu dukte edhe çfarë thoshe ti se sa duhet kujdesesh e ta kthesh librin. Librat ishin fejat, ti fe nuk mundesh me ja prish dikujt. Është profeci edhe ti duhesh me ja kthy me të njëjtën gjë që të ka dhënë. Unë për herë të parë jam përballë me idenë që dikush mundet me pas bibliotekë. Sa shumë i pas ndosh me kanë me pas një bibliotekë personale. Dhe kjo për mua ishte shumë magji, ishte shumë interesant. Unë mendoj se në këto momente t'ja lëm vendin vargjeve, Anuncia është gati për t'interpretu, apo jo, Anuncia Camaj. Nadia mirë, si keni një, pra si që thë unë jam Anuncia, po flitë edhe par Suela për ndrimin e poezive, ose pra mendoj që më për vejdi mund t'kem kanë më serioze vetë momentin kur kam kanë fix aty në skenë, edhe kam pa numrin e madh të personave. Pra jam mundu, pra unë kam pasë një ndrim poezie me njenën prej vajzave, jam mundu që me hi, por momenti kur kam pa gjithat njëri kam thonë me veti, pra ka një shprehje që me ta man poeti nuk dek asnjëherë. Një duar të rokitja. Kur kam pa, pra unë kam ka një prej brezave që nuk e kam një profesorin, pra si që jena shumica këto. Por në aktivitet më duk si kur më kollom sem dhe si kur e kam njoftë vetë për vedi. Sa bukur. Edhe prandaj mendoj që jam emocionu, pra se njifsha, por thosha e njoh. Pa. Anuncia çfarë varg? Unë kam pas poezinë Rrugica jame, pra flet për, pra siç normalisht, pra për emrit normalisht për rrugicat e Shkodrës. Mendoj që u lidha më fort me këtë poezi për shkak disa vargjeve që njëna është gurt kur kam vrarë gjyq sa herë ta kam met. Unë si e vogël kam lviz gjithmonë, edhe gjithmonë jam vrarë në për gjoj, edhe gjithmonë ma duk aja pra aja pjesa. Po. Atëherë ta ndjek. Kisha pas qef me thonë pra vetëm pjesën e parë që rrugica jame është mrena vetes jame. Aty janë portat e lulevillave, oborret e trëndafilave, kaldremi ku shekujt ka nec, dhe gurt ku kam vrarë gjoj sa herë ta kam met. T'ja vazhdoj unë. Po. Rrugica, ku strehat pikojnë lot trishtimit, pikojnë lotët e një burri. Këto që më vishin mu që thash pak për para, dhe me thonë, bëja një punë të zakonshme në shtëpi dhe tak më vinë poezit e profesorit që kishin me të mëndje. T'ja lëm radhën, po? Atëherë në radhë parë mirë më gjesi Shkoder. Unë jam Esti Peranej. Dëshira për këtë projekt ka kanë shumë e madhe për secilin prej nesh. Sa po zysh Suela na ofroi si ide në secili pranume edhe me një dëshirë shumë të madhe. Përzgjallja poezive ka kanë simas dëshirës tonë, simas asaj që ne një më shumë vetvete. Edhe poezia jeme ka kanë për dashurinë,
Edhe duke qenë se dashuria është ndjenja më e pastër, më e bukur që Më madhore. më madhore që një person mundet m'ia dhënë dhe mundet me marr nga dikush, shpresoj që të kem përcjell sot do pak ata emocionet që un kam pasur me vetë. Je me një hershme në mikrofon. Në rregull. Redaktor, ne ke dashuruar veç një herë. Mos ma hiq këtë puthje nga vjersha. Lire lapsin djallë të vej, e mos e kthe poetin në një lutje. Redaktor, ne ke dashuruar veç një herë, mos ma hiq këtë puthje nga vjersha, se zemruhet pranvera e s'më sjell me petale, e ndofta me memëri edhe vjeshta. Po kujt ish kishte shku më mirë se esit kjo poezi. Mis buzëqeshja. Kur është më shkuar. Mirëmëngjesi, unë quhem Sidrit Doda. Përshëndetje Sidrit. Janë në aktivitetet e para që unë kam fillu me ba, edhe në përzgjedhjen e poezive mund të them se poezia më e mirë që mund të shkote mu do të interpretoja. Dhe do të mendoja se si një poet të mos shkruante për dashurinë. Gjithashtu për ata kujtime që ai ka lënë pas. Dhe interpretova vajzat që nuk putha me një emocion të jashtëzakonshëm. Është titulli një prej librave. Po, gjithashtu edhe një prej poezive më të bukura të profesorit. Kam nderin të ju interpretoj për ju. Me shumë kënaqësi për të gjithë ata që po na ndjekin, ha? Sidrit. Po. Sot ngeshëm në vatër pleqnis, me masht kujtimeve për push gacat. Përtrihem si dikur në pikë trinis, ku me një vështrim, për pushja gjithë vajzat. Njëna, veç njëna s'ma vari fare, edhe pse ma bukura vajzave nuk ish. Por mua më dukej se qesi sërkale, që pas si langua për herë më kish. Për të gjithë jetën mu tha buza, e si burim në gushtu shterova. Dhe në qofë se tri, plot vajza putha, veç asaj që sputha, të gjitha i harova. Sa e bukur. Le t'ja drejtojmë përsëri profesoresh Suelës, duke u ndalur natyrisht nuk do të jemi shtërrues sepse profesor Skënderi ka botuar rreth 20 libra dhe krijimtaria e tij është e bollshme. Megjithatë ja vlen të përmendim disa nga titujt, pikat, momentet e bukura të krijimtarisë me sa di në vitin 1970 apo 72 është libri i tij i parë Këngë Cigane, një libër me poezi, për të vijuar më pas me një roman. Kjo ndodhi në Lis e më pas vinë njëri pas tjetrit në vitet e më vonshme, përsëri libra të shumtë, një prodhimtar i jashtëzakonshëm. Edhe një kontribut shumë i madh për lidhjen e shkrimtarëve të Shkodrës, ku ishte një nga ideatorët e Penës Shkodrës, që vazhdon një libër që botohet nga krijuesit dhe vazhdimësia e krijimtarisë Shkodrës. Në fakt, unë gjatë shfletimit që bëra për përgatitjen e materialit, do gjej rastin këtu që të përmendni që Shkodra kishte 2 skënder të mëdhenj, një skënder Drini dhe një skënder Temali. Dhe të dy gjenin në fushën e letrave dhe edhe i nderuari Skënder Drini, i cili është vetëm në kujtesën e atyre që e kanë njohur edhe kanë ditë se çfarë potenciali të madh ai ka pas, dhe kam përshtypjen që nuk është vlerësuar dhe nuk ka marrë meritën që ati i takon. Kjo është. Dhe unë dua që me anë të këtij emisioni të bëj një tërheqje, ose të jem një zë më tepër në zërin e atyre që i kanë kërkuar vlerësimin e figurave. Dhe do doja që të dy emrat të shija në rrugët e qytetit, rruga Skënder Drini dhe rruga Skënder Temali. Sepse vetëm kështu ata do përjetësohen, vetëm kështu brezat do pyesin. Për shembull, rruga ku unë jetoj është rruga Memej. Dhe realisht edhe kur e shkruaj diku rruga Memej, nuk ka absolutisht ç'a është Memej, nuk është asnjë familje që jeton aty me emrin Memej, dhe nuk din kërkush me më thanë ku janë inspiru
ata njerëz që i kanë vu emrin asaj rruge, sepse unë du me pas edhe një përfshirje emocionale dhe me emrin e rrugës ku jetoj. Ashtu si ka emra shumë të rëndësishëm dhe kupti plot në rrugët e qytetit, do doja që nesër Këshilli Bashkiak apo njerëzit që kanë vendosur të na drejtojnë të japin vlerat që duhet edhe t'i përjetësojnë këto modele të qytetarisë, të intelektualëve, edhe të... Mendoni se do të bëni një propozim në mënyrë institucionale rreth këtij emri, sepse ne njëherë kërkojmë, por pas aktivitetit folën shumë miq dhe dashamirës të profesorit, jo vetëm të fushës së arsimit, por unë atë ditë pash ne kishim vu posterin në rrjetet sociale dhe u habita kur aty pash qytetarë të Shkodrës që s'kishin lidhje fare me arsimin. Kjo është rezatimi një figure. Fiks. Ashtu si thanë vajzat që wow, ne u surprizum kur pam aty njerëz të fushës mjekësisë, të inxhinierisë që kanë pas një lidhje emocionale me profesorin, marrin vesh që është një aktivitet dedikuar dhe vinë aty dhe gëzohen dhe na mbështesin, marrin dhe mikrofonin dhe aty filloi edhe ideja e parë që meqense figura është kaq e madhe mos mesin këtu vetëm në këtë aktivitet, por ajo duhet që Shkodra ti përjetësoj me mënyra të ndryshme, ka sa të duash element të cilat ju kalojnë brezave dhe arim që ti përjetësojnë. Ndërkohë në ecurin letrare të profesor Skënderit gjejmë mjaft tituj, por gjejmë edhe çmime, të cilët ai ka marrë dhe me poezinë Ballkani, unë dhe Europa, që ishte perl. Ne te dokumentarja dëgjuam nga zëri i profesorit dhe ishte shumë e bukur që ai të përjetësoj me zërin e tij. Dhe fëmijët thoshin, të lutem, zysh, është shumë e bukur, thot Anrida. Unë du me recitu këtë poezi. Thoshin po Anrida. Ja, Anrida ka një tjetër më të fuqishme për te asaj dhe vendosëm që të gjithë bashkë pastaj me nga një strofë dhe një kolegja jenë, zysh Alketa, tha unë mendova tha që ju do bëni përsëritje, po aq shumë më keni emocionu, tha, edhe me atë përmbyllje. Edhe ai fituesi të çmimeve letrare, ndër të cilat mund të përmend çmimin që ka marrë në Itali për tregimin Këpucët e Turpit, por edhe mjaft i vlerësuar në rrethet letrare. Po edhe një lidhse me Maqedoninë, Kosovën, Malinezi, do të thënë shumë veprimtari, ku ai kishte kënë bashkëpunuese dhe përçuesi kulturës qytetit tonë. Ndërkohë nuk mund të lë pa përmend një prej kontributeve të çmuara që profesor Skënder Temali ka dhënë në fushën e publicistikës. Ai ka qenë koleg i në Radio Shkodra në këtë. Në fakt, aty ku ishim në shtëpinë e Lumanëve, në atë periudhë Radio Shkodra ka qenë atje. Më pas nga viti 89 jemi në këtë ndërtesë. Për mua ka qenë mësuesi i parë i radios, sepse radio ka shumë element. Dhe mbaj mend, unë e kam njohur qënë hershmërinë time, që e vogël, fal një lidhje familjare që kemi, por gjithsesi e kam parë si një njeri të madh, një njeri që duhet të ngrish kokën për ta shikuar me plot nderim, plot emocion. Kam pas shkruar si fëmijë disa poezi kur isha 10 vjeçe. Ai mi mori, mi redaktoi, mi botoi në revistën Pionieri dhe për mua kanë qenë një çmim i jashtëzakonshëm. E ruaj atë faqe që është fal Skënder Temalit. Ndërkohë që ecuria pastaj na solli që të ishim koleg. Mbaj mend respektin që gëzonte në gjithë kolektivin e radios, por tek dëgjuesit ka përgatitur emisione shumë të bukura, emisione që i drejtoheshin jetës së gjallë, pavarësisht kufizimeve të kohës, emisione që kishin të bëjnë me fshatarët, me punëtorët në ndërmarrje, me rinin shumë, emisionet e sportit kanë qenë shumë të ndjekura dhe të preferuara, pra ka trajtuar një sër temash dhe ajo që më mbetet, ashtu si Jursit, më mbetet në mendje ai zani i tij që pavarësisht
viteve, nuk e di, ishte 30, 40, 35, ka pasur shumë rinor me një dinamizëm dhe me që t'jepte një ndjesi gjithë përfshirëse, që të bënte ta ndëgjoshin, pavarësisht se radio është zë, nuk është figurë. Por, unë mendoj se gjatë viteve, ndoshta mosha bën vetë, ndoshta eksperjenca bën veten, për zoni ti ishte një aq i fortë, edhe një aq i mëshëm, edhe një aq i mirë, edhe një aq inteligjent, sa që ti mund ishe me në një atë zë, vetëm të thanë faleminderit, ose Nadia mirë, ose një fjalë, ti mund ishe me shtresëzimin edhe gjana që e ka lexuar, gjana që ka menu, edhe ti mund ishe me kaq shumë brenda një fjale. Shtresa zanit brenda një fjale. Le të ndjejmë këto shtresa zanit pikrisht tek vargjet. Anrida? Anrida në fakt është më mirë që ta mbyll, sepse është një poezi shumë e bukur. Atëherë vajza tjetër. Quhesh? Përshëndetje, më quhem Eriklita Hoxhaj. Përshëndetje Eriklita. Edhe desha toja që ka marrë pjesë në shumë aktivitete, mirë po ky lloj aktiviteti më dha emocionet pa përshkrueshme, që një organizim mjaft i mrekullueshëm, fal organizatorës tonë më të mirë, Zyrsueles. Po patjetër. Normale, edhe faktikisht i thoja vetes përpara se me interpretu. Jo, ti thuaj në fakt po e themi tamam hapur. Po mikrofonin backstage, i thuhet backstage. Po. Unë nuk e kisha përfshi Eriklitën, e kisha harruar mikrofonin, po. Si talent realisht, është shumë e talentuar. Ndoshta s'kisha poezi mjaftueshëm, Azra merre këtë dhe vajza më shkruan. Sysh kisha pas qef me marrë pjesë, po me dritë, hajde nesër, pa me ratë. Edhe fillova kërkova, për me gjetë edhe një poezi. E njëjta gjë është edhe me Edonën. Edona është një shtisë forte vetë për me kanë. Kështu që vajza ka kërku vetë, edhe është përfshi në projekt, sepse kishte marrë vesh që diçka ka fillu, dhe nga dashuria e madhe për me kanë pjesë aktive e shkollës, erdhi dhe shkëlqeu. Ja, zakonisht bukur. Atëherë poezia ime ka qenë Exod, edhe faktikisht e kam përfshi vedin shumë aty, kam ndru poezin, kjo nohë sepse edhe prej noshta prej vonesës, mirë po unë mora një poezi të butë, të amël, ama timbri jem nuk e lejon, unë jam më shumë tek ato poezit me forcë edhe me timër shumë më të lartë. Do të thotë se ke mësuar më shumë se një poezi. Po, faktikisht është shumë e vërtet edhe tema e Exodit që është kaq e prekshme. Shumë, tregon shumë vujtje mirë, po tregon se pas gjithë këtyre vujtjeve gjithmonë ka një shpresë. E vërtet. Atëherë mikrofoni për ty. O zot Exod, miku gjiri nans, miku rruga e shpis, mikën shok të fminis, këngë të malet, ninullat e vajet, të gjitha ikin, ku shkojnë? Se di. Në një torp kanë vështjell qytetet, katunet, të vdekurit, të gjallët, ku shkojnë? Se di. Kërkojnë oazet në shkretetir, po gjithkon. Majta se djathas të meridianit, ashtë ata. Oazet kanë shterue. Oazet s'ka. Ata janë me haqjirt e këti fund shekulli. As një enigmë s'ka. Se aty, ku është njeriu, aty është edhe i vdekuri. Faleminderit. Atëherë mikrofoni është për Edonën. Përshëndetje, unë jam Edona dhe fillimisht dua ta nis me mënyrën se si u lidha me aktivitetin. Po dëgjoja që po zhvillohej një aktivitet në nderim të figurës së Skënder Temalit. Unë faktikisht e kam njohur, e kam dëgjuar si emër dhe kam lexuar poezitë e tij, por që me anë të këtij aktiviteti njoha një figurë në një tjetër dimension dhe me të vërtetë u mahnita nga pena art e tij. Dhe i thash Ursit, kanë ndonjë për mua këtu dhe normalisht në komunitetin tonë i themi po çdo kujt dhe u bëra pjesë dhe unë. Që shumë e bukur. Apo ja. Po, të shkëna kriju i komunitet. Kjo është shumë e vërtet. I komunitet që e kena kaq të mirë aty sipër ka 3 marsi.
por e kena shumë të mirë komunitetin edhe jena Edhe gati për ky çdo gjë. komunitet është produktiv sepse ju keni shkëlqyer edhe në Kena pak mungesa, konkurimin po ka shumë e teatrove të shkollave të mesme me pjesën e Pamas E gjeti mas shemshiri, po s'na dha kush çmim. Nuk ka problem. Është e rëndësishme të marrësh pjesë. E përshëndesim regjizoren Merita Smaja, një grua fantastike që vërtet jep mundësi, shanse e çdo gjë për të rinë. Nuk thot kurrë. E don. Dhe unë emocionova jashtëzakonisht shumë nga ky aktivitet, sidomos kur pas që salla u mbush plot nga figurat të shuara të qytetit tonë dhe nga mësuesit cilët i kisha patur dhe nënvjeçare, nga nxënësit, nga i gjithë stafi pedagogjik, dhe thash me të vërtetë që kemi bërë një punë shumë të mirë secili prej nesh. Poezia të cilën unë interpretova titullohet Ata që bën sikur më deshën, ku autori i liston të gjithë njerëzit dhe çdo gjë që ata i kishin bërë, ku të gjithë i falte, por ata që bën sikur e deshën, pra që dashuria e tyre ishte rrem, ata nuk do t'i falte. Dhe nëse më lejoni të vazhdoj. Mikrofoni është për ty, Edona. E di që pat që bën sikur më deshën. Më falni. Natyrisht ka. Të lejohen gabimet. Po. Harrova tekstin. Ka problem. Kjo është një poezi shumë e bukur, edhe mua më vjen mirë që keni prekur anë të ndryshme, tematika të ndryshme, të spikatura, që janë ndjesi poetike, por që prekin tema sociale, që prekin tema të ndjeshme. Është karakteristike këtij poeti që ka qenë gjithmonë afër ndjesive njerëzore, afër çdo gjëje që e bën njeriu të ndjehet njeri. Unë du me përcjell edhe diçka. Ndërkohë që aktiviteti, skaleta e materialit, shpletova dhe për herë të parë që, jo për herë të parë, po thash që të mirat e Facebookut u shpalocën përballë mejet dhe mësoj. Sepse unë hapa faqen e profesorit dhe doja të shifja, ai ka qenë shumë aktiv në Facebook me prezantimin e çdo aktivitetit të tij dhe çdo materiali të tij. Komunikimi vazhdueshëm. Dhe periudha nga fundi i dhjetorit deri në prill janë gati 4 muajt e fundit jetës së tij dhe aty prap jam meta pa tekst, realisht se ai në asnjë mënyrë nuk pranote as fundin nga korona dhe ishte gjithmonë optimist. Ai kishte ba urimin e vitit 2021 të jashtëzakonshëm. Dhe atë ja dhash në gojë Jursit që e përcolli dhe e shoqënoi interpretimin duke pa dritën, sepse thot unë bashkë me gruan teme drita ngrem një gotë për ju me urimin gëzuar e kështu, shumë optimist. Diku nga shkurti kishte ba një poezi me pulbardën në rrugën e Shirokës dhe thote që është një pulbard që shkoj unë edhe ushqej. Po tani që jam në karantinë, kush do ta ushqej? Do t'i ja le amanet bijës time që vjen masderet dhe lën ushqimet. Dhe ishte një lloj amanetit, por që ai një përjetim ndoshta i mbrëmshëm i tij, por që i fshehur aq bukur mes vargjeve që edhe aty përcillej bukuria e natyrës Shkodrës edhe optimizmi. Pastaj vjen një poezi që do ta thot vajza, edhe ajo është shumë e bukur. Për Covid-19, 1000 ikën sot nga Covid, 1000 këmbana ranë në Bolonjë. Pra ka fillu përjetimi për gjithë shka që pëndodh nga ky Covid-19. Dhe ai e përcjell në poezi, e përcjell bukur, por e përcjell prap me shumë optimizëm. Në asnjë moment ai nuk duket që wow, i friksum ose mira morali, optimizmi. Në çdo gjë ai është shumë optimist për jetën. Nuk e di kush e do mikrofon. Diçka para Donës? Po. Se te Dona do në më rikthyer, më ta një rikthim.
Sigurisht. Don së do japësh mikrofonin. Gjatë aktivitetit, na kena pas edhe një kontakt të vazhdueshëm, po gati të përhershëm me Ergysin edhe me Ergysin edhe Dejan. Edhe ndjenja ishte fantastike, edhe optimizmi edhe dëshira për me nxjerr këtë gjë në formën e vet më të mirë ishin shumë të mira. Unë do më përmend që Ergysi si djalë IT-et edhe teknologjie që është, ka bërë një faqe për Agji Skenderin, skendertemali.com, edhe është rrallë mendoj edhe për poetat shqipni që më pas një faqe të dedikume, edhe aq profesionale. Por mundesh me pa tan krimtarin, edhe janë tan librat e profesor Skenderit, Agji Skenderit, në të publikum, edhe ti mundesh me lexu secilin për librave në një mënyrë fantastike, në një faqe që funksionon më së miri. Prandaj për çdo kënd që ka qef me punë e përkryer, punë e shkëlqyer. Fantastike. Videoja gjithashtu aktiviteti është në YouTube. Deja ka një nim fantastike, emocionale, mirë, dëshirëplot. Ergysi, Deja, faleminderit për të ndihmën që keni pasur. Atëherë është bërë gati Edona. E di që pat që s'më deshën, se një arsye patën, do mos do. Edhe ata që pas shpine më përqeshën, edhe ata që në vend të pos më thanë jo. Unë kam falur shumë, shumë. Sa me dalgët e tyre, formohet një lumë. Fala lajkëtarët, gënjështarët burqlint, edhe ata që si palacho pas shpinës më gërdeshën. Po s'fala, e as do të fal, ata që bën si kur më deshën. Do doja të thoja edhe një gjë të fundit. Ishte një aktivitet ku e kuptova me të vërtet se sa rëndësishme është që të lësh emër pas. Vërtet. Përsëri një duart rokitje. Është momenti që dikush e merr mikrofonin? Po, edhe një herë. Është edhe një poezi tjetër të cilën unë e kam interpretu. Është një temë aktuale që për Covid-19, po, dhimbjet cilët përjetume, kështu që mendoj se është e vlefshme. Keni shumë mundësi. Vdiqën 1000 veta në Bolonjë. Këmbanat e kishave ram për ta 1000 herë. Velot zez, holli për ta gjdo zonjë. Në këtë vit të trisht, pa pranverë. Po nesër, sa këmbana do bien në botë? Gjersa të shfaroset Covid-19, që të mos kemi më detra me lot, e dalim fitimtar nga lufta e tretë. Vërtet. Është tashmë Anrida, një vajzë që do shumë artin, po poezin, por edhe këtë autor apo jo. Vlerë. Normalisht. Ose kuka. Pasi kemi pasur nderim në çdo aktivitet që kjo merr pjesë. Unë për asaj emocionohem gjithmonë. Bile dhe këtu i thosha të lutem mund ndihmo me këtë, se këto janë vit parista, këto të parë. Arita është maturante këtë vit, vitin tjetër i hapen rrugët e universitetit, edhe unë shpresoj që kjo të ndjek talentin edhe pasionin e saj. Atëherë, poezia që do interpretosh? Në rrallë parë, si keni një edhe faleminderit për ftesën, du mu nalë të disa gjana fillimisht para se me fillu poezin. Unë kam qysh 4 vjeqe që filloj me recitu, edhe qysh 4 vjeqe kam recitu një poezi që ka vlera shumë të mëdha historike, njëra prej tyre është Omo i Shqipni, dhe kjo ka qenë starti i gjithë pasionit tem që unë kam për poezinë edhe për artin e letërsisë. Në tanë këtë vazhd rrugtimit nuk kam pas në një herë emocion më të madh se sa kam përjetu në këtë aktivitet. Çdo kush që ka ardhur, çdo mësuese e shkollës tonë. Ish mësuesa që nana eme ka qenë pjesë e shkollës ose kuka dhe ka bërë mësim me ta. Çdo mik e profesor Skënderit Temalit, familjar të Skënderit Temalit, që më falni po, edhe kur i kujtej kam emocione, janë këto emocionet e mbrëmshme që nuk arrin. Jeni. Kur kam pa fytyrat e tyne që normalisht kanë pas shumë emocione dhe normalisht kanë bërë dhe ne kaq shumë me qa dhe me një kaq shumë çdo fjalë që është thënë për mësues Skënderin. Dhe unë tashmë du me recitu jo një fragment, por kam qejf me recitu tanë poezinë. Patjetër. Sepse nuk mundem me lënë asnjë fragment të kësaj poezie, po thënë, është poezia me titull Pasi të vdes, ku
Mësu Skënderi si një intelektual dhe një njëri i mirë që ka kënë, nuk ka mujt me po themi me shoh realitetin, thojza, por e ka lanë këtë gjë si testament që thallë Zyrë Soela, që ndoshta këto fjalët e mia të pa thënë kur do të mlihen. Sa do vonë ose afër me kanë. Besoj se ai na ndjen në qiell. Qësim Leoni do merret du. Mas të vdes du mi o thanë disa fjallë. Disa fjallë tidhta që s'ju a thash dhe të në gjallë. Se e dija fort mirë që mas vetës teme, 7 pash 19 do të më kishit kallë. Naj, i thoja vetës, duro sot shuhem edhe pak, se çdo gjë vjetrohet e vdes, por kur e vërteta. Dhe nëse thash në gjallë, qesh frikacak, sa që frikacak edhe Akili, nga lufta me shigjeta. E kam fjallin për ju, shpifarak, mos mirënjohës, puthador, intrigant, mediokër me diplomat zyrave të shtetnore. Ju që kriminell sot shpalni qindra dëshmor. E çdo krimineli i ngrini për mendore. Ju që kombin ton e batri e pacak. Ju që shitit e shistin në tokë dhe mbi tokë. Lumej, liqej, det, veç ajër në komet edhe pak. Se për gjepa tuj, edhe nërin e bat trok. Ju që dhe bebet e lindet burshli nga hera. Sa borgjin s'mundet me shlu as fëmia i ti. Ju që me pare tona ngrini vila ku do nga riviera. Ju gjambazet e mas pasërës. Në lokës Shqipni. Për ju s'mjaftojnë litart. Burgo ashtë pak. Në thkryq historisë Shqipnia me të gërdal. Ne që të prita sa të vdes. E pata do e mos i shkak. Po mbase do rilind. Sa ti them edhe këto fjalë. Është vërtet shumë çka që zani i poetit e thot që ai zan nuk vdes kurrë. Apo jo? Jeta e ti modeste, po shumë e pasun. Unë gjatë jetës time njoh njerëz të tillë që kanë biblioteka madhështore, por që kanë vetëm një rrogë buxhetore, një biçikletë dhe një jetë modeste, po me një dashuri edhe me një mendje të ndritur, ka plot shkodra të tillë. Aty qëndron pasuria. Tek ajo vlerë që lë, tek ai kontribut që është për herë, tek ai testament i bukur shpirtëror që ndjehet kaq mirë edhe në fjalën e këtyre nxënësve, apo jo. Unë dëshiroj ta mbyll me një urim. Ju pak më herët profesoresh Soela thatë që ai kishte shkruar një urim shumë të bukur, një urim për jetën, për njerëzit, duke përfshirë shumë çka. Jursi mbase e ka diku afër. Urim i nëna pjesë. Po, Jursi mund ta. Unë nuk du me hu pasi fjallë që m'leni ta gjej. Po patjetër. Sepse kishte kanë gjë e keqe, mos më thonë as janë për fjallëve të mira dhe të menduara që. E vërtet. Ko do është mi shprej. Po, është ky mikrofoni këtu. Jo, s'jam s'fala në radion mirë. Miq, ku do t'jeni, të familjes, edhe të fisit tën? Lexues të njoftun edhe të pa njoftun, shok të bands, të ri apo të vjetër, ju prej zemrës, gëzuar vitin e 2021. Mos i ngjoft kur vitit që shkoj. Le ta mendojmë si një ëndër të frikshme. Viti i ri qofti bardh. Ne mush zemrat me gëzime edhe lumturi. Në të më shoqe, afërditen, këtë gotë po takoj me ju, profshi. Ky kujtim i bukur është i paharruar. Kjo figurë e ndritur është e vlerësuar tek këto nxënës, tek kjo shkollë, tek të gjithë ata që e njohën e tek të gjithë ata që do ta njohin nëpërmjet letrave e veprimtarisë që ai ka lënë me aq përkushtim dhe devocion. Ishte vërtet një takim jo thjesht këtu në studio fizik, por një takim shumë i bukur me këtë personalitet
i cili mbetet i paharruar. Unë ju falenderoj shumë. Dhe ne të falenderojmë. Profesoresh Suela dhe Zëj më i bukur i mëngjeseve shkodranë. Jeni në të vërtet ju që e mbushni me këto mrekulli që sillni pranë mikrofonit. Ju uroj ecuri të mbara, të bukura, frymëzime të tilla, nga njerëz të tillë, të mrekullueshëm që lanë këto pasuri shumë të mëdha dhe aktivitete shumë të bukura që mbushin jetën tuaj. Tani jemi pranverë, do shpërthejmë me gjithë ngjyrat, dimensionin. Një përshëndetje dhe një falenderim shumë për gjimnazin Osokuka dhe aktivitetet e tij. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.